Shumica parlamentare rrezikon të ngel pa shumicë badentere në rast se Alianca për Shqiptarët del nga qeveria. Badenteri është një mekanizëm i votimit të dyfisht i dal nga marrëveshja e Ohrit që ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve jo shumicë për ligjet e rëndësishme që miratohen në kuvend. Më saktësisht, në një rast të tillë, qeveria nuk do të mundte të votojë ligje që janë të rëndësishme për shqiptarët pa bashkëpunimin e opozitës, e cila do të kishte 27 deputet të komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, kryeparlamentari Afrim Gashi nuk pret bllokat të punës së kuvendit në një rast të tillë, pasi beson në konstruktivitetin e opozitës kur bëhet fjalë për ligje të rëndësishme. Gjatë brifingut të sotëm me gazetarët, Gashi tha se tani për tani situata në funksionimin e deputetëve të kuvendit mbetet e njëjtë dhe nuk ka asnjë ndryshim të grupit të deputetëve. Po është pyetje hipotetike, nuk mund të përgjigjemi në situatën e re, nuk dim çfarë do të ndodhë, të presim edhe pak kur kemi situatë të re, besoj që gjithë opinioni do të jetë i informuar. Ky ishte brifingu i parë i kryeparlamentarit me gazetarët pas tragjedisë në Koçan ku humbën jetën 62 persona. I pyetur se pse kuvendi nuk punoi 2 javë dhe nuk pati seancë komemorative, Gashi tha se në koordinim me të gjithë grupet e deputetëve kanë konstatuar se në rast se caktohet seancë komemorative për tragjedinë në Koçan, do të hapet çështja se pse nuk është mbajtur edhe për tragjedinë e Besa Transit dhe Spitalit Modular në Tetov. Në lidhje me interpelancën ndaj ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski, Gashi pret që ajo të mbahet gjatë javës së ardhshme. Ende por rrjedha fati sipas rregullorës, ku ministri mund të japë përgjigje dhe në bazë të asaj të caktojmë seancën. Nëse nuk ka përgjigje edhe 2-3 ditë, do ta caktojmë sa më shpejt e jetë e mundur në seancën e parë të ardhshme. Presim që me 29 mund të realizohet ajo seancë, ku pika e parë e rendit të ditës do të jetë interpelanca. Interpelanca ndaj punës së Toshkovskit u dorëzua 10 ditë më parë nga ana e grupit parlamentar të Levicës, e cila bazohet në 10 pika, 5 prej të cilave kanë të bëjnë me ngjarjen tragjike në Koçan.